thuaj ç'ke menduar sot, mirë se të gjeta. Mëngjes. Me këtë ngjyrë ndezëse kështu. Po, për pranverë pra. Ti pranverën e ke sjellë më herët, po pranvera vjen me moshë. Më herët që kështu unë erdha pak si e vonuar. Ne Por kemi të rëndësishme pranverën në shpirt. E di atë këngën? Erdhi pranvera, edhe të gjitha lulet zoron kokën. Diku ande kanë ngrirë. Njëra më e bukur se tjetra, normalisht lulet e pranverës. Por pranvera nuk ishte ardhur tamam, se pranvera me një lule nuk vjen është problemi. Dhe ja, që erdhi puna e plakës. Të prillit, plakat e prillit të quhen ndryshe. Bravo. Vit çik më herët këtë vit më duket. Të gjitha, mos u gëzo, tha. Mos u lulëzo, se pranvera do kohën e vet që të vi. Pra ne kemi sot pranverën në kohën e vet këtu në Reze. Këtë desha të thosha unë. Dhe tani me pranverën s'postohem. Sepse është pranvera që të vi vera, unë verën e lëktej. Duket se pas kemi një ëmbëlsirë, një kek sot. Me sa shoh. Dhe do bëj një gjysmë përgatitje këtu. Është një pija e iftarit. Dhe normalisht jemi të indinjuar gjithmonë për çdo vit për këto receta. Pija e iftarit është që duhet, jo sepse dua unë ta quaj këtë pija e iftarit, absolutisht. Është qumshti i bajameve. Edhe kuptohet duket nga ngjyra që qumshti ka, se qumshti i lopës ka ngjyrën e bardhë, kurse qumshti i bajameve ka këtë ngjyrë pak si pana. Këtu unë kam të gjitha frutat e thata. Gjë, që arat, bajamet, fiqt, hurmat, gjë që do heqim bërthamën, hurmat e kemi thënë, unë e kam marrë vesh faktikisht nga Altini. Janë aq të mira, me thënë drejtën. E marrë mund që vetëm për iftar, por edhe në jetën e përditshme. 5 hurma të tilla janë të bollshme, maksimumi. Në momentin që ju do konsumoni më tepër, dihet që nuk do jeni në gjendje as për të punuar dhe as për gjë. I largoj. Tu kam edhe kasjus. Gjë që këto do t'i lë pak për zbukurimin. Kam një banane si t'ju gjondet ju në shtëpi, nuk është atë një banane freskët. Biles, banane po të këtë qëndruar, këtë zbutur është akoma dhe më mirë. I zbus me ujë të ngrohtë. Dhe do t'i lë këtu. Kërkon një zbutje. Do të qëndrojmë pak të zbuten dhe kjo ishte para përgatitja. Para përgatitja. Ka në pjesën tjetër më pas kjo pije për iftarin.